Teksa nata e ndërrimit të viteve po afrohet dhe të gjithë janë duke u përgatitur për tryezën festive, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Elbasan gjatë kësaj periudhe po kryen inspektime të imtësishme në subjekte të ndryshme duke ndëshkuar me masë administrative të gjitha ato subjekte të gjetura në shkelje. Jemi duke u marrë dhe duke punuar edhe me pjesën e denoncime që na vijnë nga qytetarët, siç kemi pasur rastin e fundit në Gramsh, ku janë inspektuar 10 subjekte, nga të cilët 2 kanë qenë me problematika, falë denoncimit të qytetarëve. Ajo çfarë duhet të theksoj, në këto 2 subjekte tregtohej mish i pa volosur dhe i pa certifikuar nga mjeku veterinar, u mor masa e konfiskimit të produktit dhe masa administrative e gjopë për të 2 subjekte. Edhe pse këtë vit nuk ka arritje të çmimeve të produkteve bazë për një pjesë të shoqërisë, jo të gjitha ushqimet janë të përballueshme. Për pensionistët, tryeza e ndërrimit të viteve do të jetë më e varfër, pasi nuk kanë mundësi të blejnë as gjelin e detit. Këto çmime ka që përhera. Përfitojnë këto festat dhe ja fusin këto 2.000 lekë linarushë për shembull. Ndërkohë në tregun e shpendëve në Elbasan, tregtarët thonë se çmimi i gjelit të detit ka pësuar rënje, por sërish shitjet nuk janë në pritshmëritë e tyre. Ma keq se çdo vit tjetër po hetën si vjet. Po tash njerëzit kanë ikur, lekë s'kan, me 7.000 lekë kilen. Nuk mbulon shpenzimet e veta, po flasim me veten tonë. Do jetë e funi që majmë gjelas. Që pikë sabat, edhe si kam shit akoma. I kërkojmë 10, pa ata si marrën nes me 8. Ma lekë të misil, po gjatë tjetër fitim ju. Unë traktoj 8, gjelin edhe 10 rikën. Autoriteti i bën thirrje qytetarëve që të bëjnë blerje në subjekte të licencuara dhe të shmangin tregtarët ambulant.